Selamu alaikum wa rahmatullahi wa gjendëruar. Gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, shumë kemi pasur nderin të bëjmë nga lekitje dhe të përfitojmë nga këshillat tuaja. Tanë që ka afruar fundit me zemër të mbushur me mirëjoje dhe me pak vallëngjim, dëshirojmë të bëjmë një pyetje tonë të fundit për këtë Ramazan. Pyetja është: cila është dispozita e namazit Bajramit? Allahu shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet e Allah subhanahu wa taala për gjitha begatit dhe mirësitë që na ka dhënë, edhe që na ka mundsuar me agjeruar këtë muaj, edhe me pas namaz taravih dhe namaz e tjera, edhe ibadet e tjera, për gjitha lutem Allah subhanahu wa taala që më na shpërblyej. Namazi i Bajramit, sipas vendimit të shumicës së dietarëve të sunetit, është sunet. Është sunet i fortë, kurse disa mendojnë se është vajib, por ata që mendojnë që është vajib bëjnë dallim mes vajibit edhe farzit, që i bën që nuk ka mundësi më kanë farz. Për shkak se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allah astarada alehim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. Allah subhanahu wa taala ka bërë obligim 5 namazë në ditës, e nuk i ka bërë 6 namazë, as ditën e xumah, nuk janë 6 namazë, nuk është edhe drejka dhe xhumaja, por vetëm njëna, as ditën e Bajramit, nuk janë 6 namazë farze, por janë vetëm 5 që ato që në kanë, gjithmonë edhe namazi i Bajramit është sunet. Forma në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar besimtarët me shkuar në xhami, i ka bërë disa prej dietarëve me menduar se është vajib, domethënë është pak më nalt se sa suneti e më poshtë se sa farzi, por në vlerësimet e përgjithshme të dietarëve të sunetit, vajibi është farz dhe suneti është sunet. Atëherë mbetet që namazi i Bajramit është sunet i fortë. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, namazet e Bajrameve kanë falë jashtë xhamive, nëpër fusha hapësina që janë më të gjona, dhe janë të bua muslimanët secilit vend në krejt muslimanët në një vend. Do të thonë në Medinë, të gjitha xhamijat që kanë qenë për namazin e Bajramit nuk kanë qenë të angazhuar me namaze, por gjithë banorët e qytetit kanë shkuar në një vend të hapur. Kjo bëhet gjithmonë nëse ka kushte, nëse s'ka kushte nuk bëhet. Në atë vendin e hapur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj i ka udhëzuar sahabët që me dalë vetë edhe me marrë gratë, edhe me marrë fëmijët. Dhe pa përjashtim, edhe gratë cilët kanë qenë në ciklet e tyre mujore kanë dalë në vendfaljet e namazeve, edhe pse ato s'janë falë, por vetëm pjesëmarrja e ka shpërblimin e vet. Kanë marrë pjesë për shkak se vendfalja e rastishme nuk është xhami, nëse dispozita tjera tregojnë se gratë e tyre nuk duhet me hyjnë në xhami, kurse kjo vende që në falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët Bajramit nuk ka qenë vendi përcaktuar veçanërisht për ibadet, por u shfrytzuar për ibadet vetëm për namazin e Bajramit. Atëherë, dispozita e namazit të Bajramit është sunet. Dhe është mirë me dalë në namazin e Bajramit të gjithë, edhe fëmijë, edhe pleq, edhe gra, edhe burra, edhe të gjithë. Për shkak madhështisë që duhet m'ia dhënë kësaj dite, kësaj feste. Pse është madhështia kësaj feste? Për shkak të adhurimeve.
Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Kush shpëton për zjarrin e xhenemit e hyn xhennet, ai ka shpëtuar. Në Ramazan, në 3 raste të veçanta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush e bën këtë ka më fal këtë gjunat, kush e bën këtë ka më fal këtë gjunat, kush e bën këtë ka më fal këtë gjunat. Edhe ne kemi bërë të trijat, alhamdulillah. Tash ka drejt besimtari më gëzu, pse gëzuar? Po gëzuar me Allah se ka më fal me lenin Allah gjunat inshallah. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kush e fal Ramazan, agjiron Ramazan fal gjunatet me përshpërshme. من قام رمضان, kush e fal namazin e taravihit në Ramazan, غفر له ما تقدم من ذنبه, fal gjunat. من قام ليلة القدر, kush falet natën e Kadrit, غفر له, I falin gjunat. 3 mundësi që të trijat falënderimit e kanë Allah subhanahu wa taala I kemi shfrytzuar. Për shkak se edhe natën e Kadrit e kemi kapse, e kemi bërë ibadet në të gjitha 10 netet e fundit. Edhe namazet taravive e kemi falë, alhamdulillah, edhe agjërimin e kemi bërë, alhamdulillah. Gëzim është për besimtarin. Edhe ibadetet e tjera, ata të cilët e kanë paskuar për nxjerrjen e zakatit, dhe ata të cilët kanë bërë sadakatul fitr, që kanë bërë pastrimin e ibadeteve tyre dhe kanë ushqyer fukaron, gjitha këto janë shkaqe me të cilat duhet me uzuar dhe duhet me shtije gëzimin edhe me familjet e tona, edhe të fëmijët e tona, edhe të gratë e tona, të vjetrit të gjithë. Për shkak se ne gëzohemi me argument, me arsye. Jo se kur gëzohen ata tjerë, pse më gëzu u boj trotë një ti pare, se shka u bon kur gjon, kot, gëzimi kot, fest e kot. Pse gëzohen në mbaram, se kretë këto, që na ka urdhëruar Allah kemi kryer, veç kryerja e obligimeve. Dhe Allah është e mjaftueshme me u gëzu. Pastaj premtimi që Allah subhanahu wa taala t'i fal gjunat. Dhe Allah subhanahu wa taala nuk e thën premtimin e vet. Pastaj niveli I lartë I gatishmërisë, imanit, me punu për hir të Allahut, leximi I Kuranit, mësimi, itikafi ata të cilët kanë bërë itikaf, plot. Iftara ata të cilët kanë dhënë iftarin, shumë arsye për më gëzuar. Për këtë themi se namazi I Bayramit është sunnet. Dhe është mirë me marrë pjesë në falje krejt. Shka ka antar familjes krejt me marrë me falë namazin e Bayramit. Në çështje tjetër që na ka ra si rasti normal, rasti në pasojnë gjusht, na nuk e dim se këtë rresht çështje të cilët të gjitha me kader, jo për shkak të rastis, por për shkak se ne nuk e kemi ditë, se kemi menu se kjo bën si pas përsaktimeve të hanës, që neve na vjen Bayrami më kanë ditë e xhumoh. Në ditën e xhumoh kanë pyet plot vllazni se a falet namaz xhumoh ose falet namaz xhumoh se bën Bayrami ditën e xhumoh. As nuk heqet obligueshmëria e namazit. Edhe muslimanët e falin edhe Bayramin edhe namazin xhumoh, edhe xhamiat edhe gjitha e falin edhe Bayramin edhe xhumoh. Por nëse ka dikush larg xhamin, ka drejt mos me marr pjesë të njëna. Nëse e ka larg vin për shokave, me udhtim, me vështirësime, nëse ka angazhime që e lodhin, ai që e fal namazin e Bayramit është I lirum mos me marr për herën e dytë përsëri namazin e xhumoh, nëse është një ditë, ose nëse e ka lëvizje më vonë në namazin e xhumoh, nëse nuk prezanton në namazin e Bayramit ka problem. Për çështja e namazit të xhumoh, dispozita bëhet gjithmonë, nuk hiqet, për shkak se ndoshta ka mujt më kuptuar drejt nga disa që ditën nëse vjen Bayrami xhumoja s'falet, xhumoja falet. Edhe besimtarët e vendit që kanë afër e falin, edhe duhet me fal, por ata të cilëve u paraqitet vështirësi kanë drejt mos me fal, wallahu a'lam. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.